Krejt familja lunë top, edhe unë kam dasht. Po atëherë unë edhe... Qysh krejt familja lunë top? Mami, babi... Po krejt. Edhe mami lunë top, a? Po, edhe mami ka lujt. Për një ma? Ka lujt ma mirë si babi. Qaj dhe folë, mëre? Mami ka lujt më mirë se babi? Po. E ku sa konë goli, babi a mami? Mami. Mami goli, a? Do ta krejt familja lunë Krejt, futboll. po motrat. Krejt. Edhe prej fillimit. Anita, po ta kisha ditë që luni këtë familja, o këtë u kisha morë. Këtë familje nuk kisha morë të me nga tregu pak për futbolin. Po motrat i kanë lanë dhe vllavim. Po, ishte dhe une. Pra që ka kjo një, si themi, tradit familjare kjo futbolli, apo jo? Po. Okej, e ti prej cilës moshë ja ke nisë me lujt futboll? Unë ja kam nisë para 2 vjetëve, më duket, po. Para 2 vjetëve? Po, ju 3 viteve. 3 boj, po. Deri në para 3 vite nuk ke luajtur, domethënë, a? Jo, unë njëherë kam dasht me bë atletik, se jam e shpejt, kam pas ma shumë talent, etër ja kam nisë me top. Amo, nuk jem konë shumë e mirë, vish jem konë e shpejt, po... Vetë shpejtësia të kanë ndihmuar luajtur. E pastaj ke mësuar edhe trikata e futbollit. Po, unë ja kam nisë njëherë me gocat me lujt, në FC Mensurajna, po e kam pasë nuk janë të marrë seriozisht, unë kam dash mu bë lujtare madhe. Për fillimit ke dash. Po. Në Mensigen? Po. Po, Mensurajna. je antarësuar tek ekipi i gocave, i vajzave, po. Me lujt, po s'kanë marrë seriozisht apo si? Jo, se kanë marrë topin seriozisht, vish kanë lujt për hajgare. Kanë lujt për hajgare. Po. E ti ke pretenduar pak më shumë apo jo? Po. Ke ik prej gocave, ka ke shku? Më kam shku me lujt e djemt. Ke lujt të djemt? Po. E qështë kanë prit tani? Qështë kanë prit djemt tani në nivojën Kanë e respektuar? respektua. Njëherë mira kanë, ama atëherë kur jam forcu pak, kanë nisë të më thanë, futbolli nuk është për gocat, futbolli nuk është për gratë, ti duhet me shku në kuzhinë me zi. Amo unë nuk më ka interesu, nuk kam dash mu bëj lojtare mirë e madhe, edhe kam qenë po me lujt për Shqipëri, edhe mi kallëzu se jam e mirë. Bukur, atëherë, ti ke shku te ekipi i djemve, djemt kanë qenë krejt Zvicran apo të huaj, apo shqiptar, apo çfarë? Shqiptar ka shumë. Ka pas shumë shqiptar. Po. E shqiptar të kanë prit keq? Po. Të kanë prit keq? Po. Ata të kanë thonë mos luaj edhe ikë, shko zinë kuzhinë, mos luaj futboll? Po.